që do të vërtetojmë që futbolli është i bukur edhe kur është mini, ndryshe nga gjërat e tjera tjetër. Rëndësika të bësh gol, miku im. Shqipëria shkon në Europian, por Europiani kur do vinë në Shqipëri? Kemi mënyrat tona për të marrë çdo gjë. Ma pëlqen shumë, është përgjigje shqiptarit tipike. Për gjithë meraklint e futbollit dhe jo vetëm. Panzoni do i ketë këto. Panzoni do t'i ketë gjitha, kështu që rrini pa merak. Prill maj kampionatin mos u ndaj. Jam dakord. Jam shumë dakord me ty. Ne kuptova ç'do kur marrë Europian. Po fitojmë Europianin e kemi gollaj bashkë. Por në ta hedhun. Goglat e nxehta dhe goglat e ftohta. Sa bukura. Miq të Andale Sporti, ku jemi në një tjetër puntat që do të vërtetojmë që futbolli është i bukur edhe kur është mini, ndryshe nga gjërat e tjera në jetë. Ndryshe do ti, por rëndësika të bësh gol, miku im, nuk ka rëndësi, je mini apo je shumë apo je pak. Çfarë do flasim? Trego pak, ha. Mini futbolli dhe kemi një event, a ke menduar ndonjëherë të vi Europian në Shqipëri? Ja që vjen Europian në Shqipëri, por vjen për mini futbollin. Dhe për këtë jemi me Jurgen Demnerin, i cili do na tregoj pak më shumë se çfarë do thotë ky Europian në Shqipëri. Jurgen, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të të kemi në studio. Si dhe për mua që jam këtu dhe faleminderit për ftesën. Tani, çfarë është ky kampionat mini futbolli evropian? Është hera e parë që vjen në Shqipëri apo jo? Po. Është hera e parë që organizohet një kampionat mini futbolli në Shqipëri. Që marrim eksklusivitetin për të organizuar këtë kampionat, por si pjesëmarrës nëpër Europianin nuk është hera e parë. Kemi disa herë që marrim pjesë. Kështu që për herë të parë po vim këtu, por ekipi ka një eksperiencë goxha të madhe ke pjesa e kompeticioneve të tjera. Si e morëm ne këtë ekskluzivitetin? Ekskluziviteti është pak, domethënë thonë gjithmonë e batuta futbolli që Shqipëria shkon në Europian, por Europiani kur do vinë në Shqipëri? Ja që vi ka dhe Europiani në Shqipëri pra. Si e morën në vërtet? Kemi mënyrat tona për të marrë çdo gjë. Ma pëlqen shumë, është përgjigje shqiptarit tipike, miku im. Mos u merr më fundi. Mënyrat tona mos më keq kupton. Rëndësika që kemi marrë. Mënyrat tona janë normalisht duke bind ekipet e tjera që pse duhet vinë në Shqipëri, duke paguar patjetër finë regjistrimit që të antarësimit. Ishte goxha e kripur të drejtën, ishte goxha e. Sa zero kishte mbrapa. Kishte disa zero. Por kryesorja ishte bindja, domethënë bindja që bindim shtetet e tjera që pse duhet vinë në Shqipëri, kush janë kushtet, çfarë i ofrojmë ne, sepse konkurenca ishte goxha e madhe. Domethënë, me kë konkuronin ne? Kemi qenë përballë me shtete si Anglia, Gjermania, Italia, për të marrë Europianin. Për të marrë Europian. Dhe e morëm ne. Çfarë vërtet arritje pa. Ti ke bërë lobimin? Tjetër. Me çaj bindet tani që fitum ne kundër Anglisë etj etj. Është i shprehje që ç'a blehet, që është një kështu që blehet në pak lek, blehet më shumë lek. Kështë të gjigje, bro. Ka var amatori, futboll amator? Ose mini futbolli? E ke marrë informacion, mos. I gjë di që të shkojnë me ngë. Do ketë var? Si vjet po. Si vjet do të ketë var. Edhe futboll amator edhe me var. Edhe me var, po. Si vjet po, domethënë shërisi që ka kampionati që do bën në Shqipëri? Është bërë në Kupën e Botës. Domethënë vari për herë të parë është zhvilluar në Kupën e Botës dhe kanë pas një rregullore interesante të thënë drejtën, pavarësisht se unë nuk jam shumë pro kësaj. Që është? Të jepshin një karton ngjyrë blu në fillim të ndeshjes dhe të thonë që sa herë që keni mendim për var, ngreje kartonin dhe do ta ndalojmë lojën do shikojmë varin, kupton? Albit, trajneri. Trajneri i jepet një karton dhe trajneri ngre kartonin dhe kërkon varin për një rast për shembull që. Okej, pra kjo do drejt një herë gjatë lojës kërkon var ekipi. Ta marrin kartonin dhe nuk e drejt më pas se të kërkosh, vetëm moment që është e diskutueshme dhe Albita duan ta hapin vet, po. Që ka pak rregull më i veçantë nga futbolli normal pra. Po. Të jep një mundësi që për një rast kontestuar për shembull ta kërkosh. Pra, po. Mini futbolli amator ka var, ka kartona të tjerë shumë interesant, gjashtëshe. Ku do zhvillohet në Shqipëri? Me Qerallafi, ku ta shohim ne? Atëherë, kjo do zhvillohet në Tiranë, tek shtëpia e futbollit në Federat, që ti ke parasysh. Te fusha. Po, te fusha me bar artificial. Okej. Do organizojmë një stadium, mini stadium, se normalisht stadium të rregullt nuk mund të bëjmë dot. Do ndërtohet një mini stadium aty? Do ndërtohet një mini stadium që do të ketë diku ke 2500 deri në 3000 tifosit do të kenë mundësi të akomodohen brenda. Kapaciteti, po. Do të kemi një fan zone. Do jetë një organizim shumë interesant. Do kemi fan zone? Do kemi fan zone. Sa shtete Prit. Se Jurgeni e di që un kam dhe një shok i cili interesohet vetëm për fan zonin. Po. Përgjithësi këtu zero. Ka thënë, sa i thash do vi kampionati evropian në Shqipëri, nuk pyeti fare çfarë do kampionati evropian. Vetëm tha, a ka Moldave, a ka Rumune dhe ku është fan zoni, vetëm kaq do të dinte. Do ketë për gjithë meraklint e futbollit dhe jo vetëm. Fanzoni do e ketë këto. Fanzoni do t'i ketë gjitha, kështu që rrini pa merak. Sa apo do vinë lloj kombëtarësh. Ku vjen Polonia, kush vjen tjetër?
Gjitha Itali, Gjermani, Poloni, Kroacia vjen? Kroaci, Polonia vjen? gjitha, Moldavia. Ballkanin e kemi rakti. Miqtë e mi shihni të gjithë në fanzon. Kur jemi në kur zhvillohet? 20 me 24 maj. 20 me 24 maj miqtë e mi shihemi të gjithë fanzon. Shojë Unë të kam shohim thënë. futbollin në fush, unë ju do jemi te Unë kam kriju sloganin, prill maj kampionatin mos u ndaj. Jam dakord. Jam shumë dakord me ty. Por sigurisht do shkojmë te fanzon për kroatët dhe jo vetëm. Ama di që dhe kombëtarja jonë e futbollit është një skuadër shumë e mirë. Apo jo? Si ka qenë performanca dhe çfarë kemi ne përshpërim nga ky europian për kombëtarin tonë? Shi të thëmë drejtën kemi realizuar disa objektiva që kur e mendon për shtet vogël si Shqipëria është pak e vështirë. Domethënë jemi gjysmë finalist kampionatit evropian, një herë. Gjysmë finale europiani. Gjysmë finalet për në pjesëmarrjen e parë tonën. Në debutim. Tha që debutim gjysmë finale është arritje shumë e madhe. Është magjike, jo? Dhe vitin tjetër kemi qenë mas 2 vitesh kemi qenë botror në çerek finale kampionatit botror. Jemi eliminuar nga kampionët e botës që atko ishte Omani. Këto janë arritjet më të mëdha. Çerek finale botrori vllat jap dorën që tani unë ty. Më mirë se kaq. Ne kemi luajtur kundër Roberto Carlosit. Ne? Nuk na ka rënë lujt, po ka qenë pjesë e Brazilit, po themi. Gibril Cissé ka qenë pjesë e Francës. Rregull Schengen pra. Ti marr. Hyga dhe Valdeti. Ani u dalë edhe Cana mbrojtje edhe. Ju sqaroj. Para një javë kishte arritur edhe Nani me Portugalin, te Soka Portugalin. Nani mund të jetë pjesë, po më duket se Nani si vjet ka firmos me një ekip kategori 3 në kategori pro prapë. Nuk e di se çka bëra. Me shumë mundësi nuk do jetë pjesë. Kush lojtarë që keni gati në ma thonin çikon mos më bëni. Jurgeni e di. Që përveç se pjesës lojtarëve ish profesionistë, ne kemi edhe lojtarë amator shumë të mirë që s'u ka dhënë mundësia kurrë me lut. Që te përmendin çik deri më çunave? Po çunat. Ti përshëndesim. Çunat gjithmonë më të shit. Gjithë ekipi, Zot ngeli që jemi në një por do vi një lojtar që njihet ndërkombëtarisht edhe ky ka luajtur me Roberto Carlosin. Ky lojtar që ka përgatitoni për festë në maj çuna. Do shpallni kampion duket. Po flet për Ergysin, apo? Po. Ergysi, okay. Ergys Pepaj. Okay. Ergys Pepaj. Sa e ke parë djalin youtuber. Luan në Baller League në Angli. Po. Goxha aktiv me këto rrjete sociale, me YouTube-in, me këto se të ndrejun këto s'është i marrë shumë, po me çam thon. Po është, më duket se ka bërë dhe video me futbollist njohur ky. Roberto Carlos ishte, po. Ka bërë disa video. Tash i von luajti kundra Luis Nani. Jurgen, për një tifoz futbolli që vjen për herë të parë dhe shikon një ndeshje tek Soka. Çfarë mendon që do bëj përshtypje më tepër? Pra çfarë do të rreqim më shumë aty? Loja është shumë e shpejtë. Shumë teknike, është shumë dinamike si lojë dhe kjo është ajo që të bën që ta dashurosh këtë sport. Ti mund të jesh duke fituar 2-0, po pa fuskot. Dhe për 2 minuta do të kthehet loja në 2-3. Ka pas raste për shembull që finalet e Kupës Botës. Polonia me Ukraina me Kazakistanin, 2-0 për Kazakistanin, 2 minuta lojë kishin ngel, 2-1, 2-2 barazoi Ukraina. Do thonë ke raste është shumë dinamik si sport. Pa ndryshon shpejt si lojë. Ndryshon shumë shpejt edhe është e çuditshme se si shkon kjo punë, po rezultatet i pas kanë 2-3 si futbolli i madh, nuk është se pas kanë kështu diferencë madhe me golat. Jo. Në maksimumin që kemi, për shembull, kemi fituar me Luksemburgun 7-0. Kjo ka qenë maksimumi jonë. Maksimumi jonë ky ka qenë. Pas tjerat ne jemi kombëtare që mrojmë më shumë se sa të sulmojmë. Ka mënyra të ndryshme, por mini futbolli po merr më shumë vëmendje nga futbolli klasik në ca vende apo jo? Atëherë mundësia, domethënë ka një komplet një target group tjetër njerëzish që e ndjekin këtë sport. Ka njerëz që e duan, domethënë unë shoh reagimet në rrjetet sociale ose komunikimet me tifozët që kemi që mezi po e presin të aktivitet ndodhi. Po to s'kan lidhje fare me futbollin e madh. Janë për sa çeto vetë dhe duan që ta shohin këtë lojë, shohin edhe kampionatin evropian, kupton? Sepse tu ka diçka shumë të mirë. Ti këtu ke të bësh me njerëz që janë të prekshëm. Domethënë nuk është se i kombëtarë janë shumë e vështirë për shkak të takosh brojën ti. Është pamundur, kupton? Sepse normalisht ku luan në Angli, ka të lojësh lojtari Chelsea, është normale, është VIP. Është vështirë të arrish deri te kontakti. I kanë tamam, edhe nëse i kanë me herë të mirë. Kurse këto tonot ti mund të kesh çunë jazz, mund të kesh kushërit, mund të kesh shok, mund të kesh çunë lagje, kupton? Kjo është ajo që të afron më shumë, sepse ke shumë herë më të prekshme këtë si kompeticion. Po të marrë rast për shembull kur ishim në kampionat botror në Gjermani. Unë nisëm siç nisa ne, kishim suport nga Federata Shqiptare e Futbollit.
Na kishte heq po themi 50% shpenzimeve, presidenti i federatës na ndihmoi këtë atë vit. Dhe okay, dolëm po shkojshin të hajshin dark, po shkojshin diku dhe na del një makinë me na vjen makinë shqiptarësh. Ne ishim të ecën kom, duke shkuar ke restoranti. Edhe na thot, ku po shkoni? Thot, ju jeni thot ekipi shqiptar që do merrni pjesë kampionat botror? I tham po. Kush e kalon ju me ecën kom tha. Po se janë këto idetë që okay, kombëtarët duhet të ketë to kushte, to gjona ato. Nuk kemi akoma në atë pikë ne që jemi me këto kushtet që duhet, kupton? Dhe suporti nuk është se kemi pas shumë madh edhe nga institucionet ose nuk e di, në fund fare ne përvojsojmë Shqipërinë. Patjetër. Dhe normalisht duhet kemi suport, them drejt. Me patjetër. Duhet na afrojnë njerëzit tonë çka keni nevojë. Po flasim gjithmonë për gjëra të bazë, nuk po themi për gjëra të tjera. Po në rastin konkret në organizimin e këtij europiani, keni pasur mbështetje? Po pra, do shtohet mbështetja të paktën te ky europian për eventin. Si po shkon deri tani? Deri tani Nish gefunden, ëh? Nish gefunden. Deri tani akoma s'është afruar njëri përveç se Federatës Shqiptare të Futbollit. Do të federata patjetër. Duhet ta kuptojnë rëndësinë që ka ky event se është kjo gjithmonë shqiptarët bëhen pishman mbrapa. Pra kur shikon që ka vëmendje thotë se nuk e futa edhe unë këtu, isha aty prezant. Ndoshta edhe bëhet, ndoshta edhe zbëhet vitet e tjera. Kështu që këtë vit kemi nevojë për suport, të vitet e tjera. Kur ta shohin se ç'do ndodhi, normalisht do vinë të gjithë. Puna është vitin e parë, tash i kemi nevojë. Kush i bie Jurgen t'u ndihmoj? I bie të ndihmoj Ministria e Sporteve? I bie t'u ndihmoj Bashkia e Tiranës, edhe të gjithë ata që janë sponsor lidhur me futbollin. Tani Jurgen, sepse po logjikoj pak, i bie që do bëhen gjitha ndeshjet tek shtëpia e futbollit, që do të një stadium i ri ndërtuar, pra. Aty do bëhen dhe stërvitje, aty do stërviten edhe të gjithë lojtarët apo si e kemi menduar të organizimin? Do hapen edhe nëpër fusha të tjera ndoshta? Po, stërvitje, tash ideja është që këtu janë neshjet për ditë. Domethënë ti bën një neshje në ditë, 3 ditë të para. Moment që kualifikohesh, ke fazën e 6 meçës dhe çerek finalin e ke marrë në ditës. Okej. Gjysmë finalen dhe finalen po prapë ke marrë në ditë, sepse 5 ditë janë, kupton? Qartë. Dhe është shumë e ngjeshur. Të shkosh të bësh stërvitje është i çik nonsense, ekstra. Sepse fund fare këto janë amator. Domethënë kemi ekipe si Gjermania që janë sot në rrugë, tash s'di çfarë më thon. Kemi edhe ekipe si këto që vinë 3 ditë para, bëjnë ato stërvitjen, bëjnë ato skemat edhe i rref në fund fare Moldavia apo ja fus kot. Se kanë ato këto që bëjnë shumë gocës profesionista. Fati joni i madh është që ne fusim zemrën në lojë, kupton? Ato që ajo detaj që aty ne mungo. Bëjnë servite sa duan, po se patën atë çik atë. Jo në këshallin që ku mund të ndihmoj Bashkia dhe Ministria, pra të ndihmoj me fusha ndoshta të tjera ose suporti, them drejtën Bashkia na ka hap një derë. Kemi pas diskutime me pjesën e Bashkisë, na kanë thënë që patjetër që mund të bëhemi pjesë e projektit për ta lançuar, për ta diskutuar, për të ulur, për diskutuar. Duke qenë se është një event që mbahet Tiranë patjetër. Nga Bashkia kemi pas një mini okay. Patjetër edhe me ministrin e sportit zoti Blendi Gonxhe kemi shkëmbyer disa mesazhe për këtë pjesën e organizimit të aktivitetit, ka pas interes, por jemi akoma ndoshta, tash unë kam një çik me stres i marr gjonat afër vetes edhe them ndoshta jemi edhe herët, kupton? Pse jemi herët? Do të presim. Fillohet në maj, ë? Maj jemi 5 muaj përpara, ë? Po regjistrimet janë mbyllur akoma. Atëherë, këtu nuk funksionon me regjistrimin, këtu funksionon me tarif, po themi që paguhet në International Soccer Federation. Okej. Nga të gjithë shtetet evropiane dhe pastaj vendos kush do të vi, kush s'do të vi, kupton? Qartë. Jurgen ka patur, po them dhe një riformatim të soka, të paktën për logon dhe për fanellat e reja. Bashkë kemi qenë atë ditë kur prandaj po them se kam parë vetë. Kur po e dizenjote mjeshtri Luca. E pash. Ato shqiponjën me një kohë, pasi kohë tjetër ajo bluzja ka dalë jashmaze shumë e bukur. Domethënë janë bërë një porosi e limituar sepse që është kapaciteti jon të thash çdo gjë po del nga xhepat tonë dhe nuk është se e kemi këtë mundësinë që hajde tash të bëjmë për të gjithë dhe po që ti japim të falim, kupton? Ne mundohemi që të nxjerrim diçka edhe nga këto gjërat e vogla, kupton? Që të suportojmë. Kështu që një sasi e limituar diku ke 1500 ose 1000 nuk do ta shikoj se sa kemi bërë. Do të vinë muin mars. E uniforma që do të jetë dhe në shitje për njerëzit që do duan ta. Bukur, pra do jenë dhe në shitje. Po. Kjo do jetë limited edition, sepse Luca nuk është se do e bëj për herë uniformë. Patjetër. Na ndihmoi kësaj radhe, patjetër me dashamirësinë më të madhe dhe kanë nxjerrë një uniformë që është. Puna mbash, person fitore. Tani bas publikisht do bëhen po famun kampion. Çfarë dush ti më? Ma lat hapur. Tani nuk do bëhemi si Maroku që nuk japin peshqir atyre për sekondar. Vetëm fiton Shqipëria. Do jetë do të jmë peshqir atyre dhe fiton të ujë. Tu kthea ta ku është portieri ka ikë. Ora nëse duhet me bota e benzinës, s'e pa puna jon. Unë ta garantoj që do merrem unë personalisht me portierin kundërshtar.
Nuk do ta gjejmë në momentin e saktura. Ti të orientoj. Ne po tatën e kuptohet që do kur marrë Europianin. Po fitum Europianin e kemi kollaj bashkë. Sa bukur. Ja, kaç deson nga jeta. Faleminderit. Po do kalojmë te rubrika jonë e preferuar, Vari-varin. Te Vari-varin e kemi gjithmonë një lojë. Dhe do kërkojmë të na plotësosh fjalinë brenda 10 sekondave, po them. Pra, mendimi jot për këtë fjali. Po filloj unë mathu. Nise. Eurosoccer 2026 do të mbahet mend për Minimalisht do rrisim gjysmë finale të kampionatit. Okej. Kjo është deklaratë. Kjo është deklaratë. Për Shqipërinë ky event është Kryeqyteti, Shqipëria do të jetë kryeqyteti i mini futbollit për gjithë Europën. Kështu që për Shqipërinë në atë periudhë ky do jetë eventi më i rëndësishëm që do të ndodhi. Dhe duhet të thënë që periudhën e majit ka dhe shumë turistë në Shqipëri, pra do jetë një aktivitet i shtuar për Tiranën dhe për ata që vinë këtu. bukur. Nëse do përshkruaja Eurosoccer me një fjalë, do të ishte magjike. Mjafton një fjalë për ta kuptuar. Ky europian për ne tashmë, jo për Shqipërinë. Është Për ne, si për ne. Për ne, për ty, për Florin, për ata që për na tifozët e futbollit. Diçka për të mos u humbur. Diçka për të mos u Godet me një fjalë, Nuk kam së them fare. Pris, tani nuk është aq e lehtë. Ajër. Gabimi më i madh që mund të bëjmë ne si organizator është Gabimi më i madh që mund të bëjmë ne si organizator. çfarë do të është mangje patjetër. Tash ne jemi çik gjak nxet. E vërtet. Na? Ke drejt. Ke drejt. Të shamat, të gjonat të jashoj çik. Po të thonë, me lezet, nuk është do heqim. Deri diku. Kjo do ishte gjë e mirë, po ti ishim me çik këta do ishte mirë. Menoj unë. Dakor, jam. Po, jo, dakor. Ti bëjmë dhe i thirrje. Se është europian, po sigurisht ne jemi organizatorë të parë, duhet jemi të kujdesshëm për çdo gjë. Patjetër. Qofse duam të na vi prapë, nëse shumë se hajde bëjmë. Pastaj çuan fushë na respektojnë mirë, ne dim. Ishin lart, kështu që përgatituni mirë që. Gjëja që më mban zgjuar natën është Sash. Lidhur me këtë event, gjithmonë. Në gjë. Tash se nuk du të gënjej këtu, ëh. Gjëja që më zgjur natën është herë a do nxjerr shpenzimet e këtij europian. Gjithë do shohin do thon rreti ky, tha gjitha gjë tjetër, kështu që e para është kjo. Sa s'ka Jurgen paga shumë burr. Sa duhesh më I ka 60 hajsaj bi 5-0 mrapa? Sa du, pa moment çik më shumë. E dyta pastaj që më zë gjumi natën është përfaqësimi se si do dalim para tifozëve tanë. Kjo është gjë se okay, e morëm europianin, shumë bukur, erdhën tifozët të gjitha, pastaj halli është aty më në fushë. Sa aty bën gjithë trajner pastaj ne nga stona. Halli më i madh, trajneri ka sikletin më të madh, them drejtën, sepse ai është gjithkohës edhe kur merr shumë i në ankth për pjesën pavarësisht se ka besim, sepse normalisht kemi grup shumë mirë lojtarë, por prapë si do që jetë puna. Ai meraku trajneri duhet gjithë. Meraku është sepse të dy janë përpiqen të bëjnë maksimumin. Normal. Po, varet edhe nga shorti, sa dashka mirë do jetë me ne, sa është dhe kjo puna. E vërtet. Do jetë edhe short. Jo, për shortin do ta hedhun. Goglat e nxehta dhe goglat e ftohta. Sa bukura. Unë të se thash. Kjo është pert. Nuk e thash unë. Shko, ti na thuj këto kapush. Jo. Gogla dhe ne të themi kush do na biri dhe të themi pastaj si e parashikoj më mirë marr. E bëjmë live reaction shortin. Parashikojmë. Shaka. Kemi ata që do me shmang në short? Për te shakave, fati i madh në pjesën e shortit është që do jemi vazët parë. Okay. Jemi vend organizator e parë dhe e dyta për si pasojë e surist mirë që kemi arrit jemi vazët parë. Bukur fort. Kështu që heqim këto shtetet heqim kampion të botës, Polonin, Gjermanin, Kazakistanin, Ukrainën. To si kemi në grup këto i heqim që shpresoj mos i kemi në grup se tani vazën e parë ne kapim për shkak se jemi vendi që mirë pret apo nga që jemi sportivisht mirë. Neve sportivisht mirë jemi vazët dytë. Okay. Nuk jemi vazët parë sepse në Europë jemi në vend të 11 në Europë. E qartë. Mashallah. Kështu që kampionat botror në Meksik herë në fund nuk morën pjesë sepse për arsye të financave nuk patëm mundësi të shkonin të drejtën dhe kjo na ka uli çik pikë sepse ishin 5 neshe për të luajtur, ato janë pikë që luajtohen në fund për të dalë renditja. Kështu që çam vjen kjo qartë dhe është një kombëtare e cila përfaqëson Shqipërinë në fundit, të jetë vendi 11 botë dhe mos ketë mundësi financiare të shkojnë në event, është pak e Është rëndësishme. çuditshme tani. Jo, unë jam shumë i sigurt që po të kishim qenë në event, do të kishim dalë jashtë shumë. Kishte shtete si Hollanda për shembull, që shkoi për herë të parë arritin gjysmë finale. Jo më ne që kishim eksperiencën në shumë gjëra, sepse shumë shtete nuk shkuan se patën probleme me vizat, se ishte Meksike këto. Po, Meksika po. Kështu që jam shumë i bindur që po të kishim qenë në Meksik, do të kishim kap një renditje shumë të mirë.
Kush e ka fajin që s'u ka dhënë financat e tani? Federata Shqiptare e Futbollit me që është mini futboll, është futboll për futboll? Jo. Apo Ministria e Sporteve? Kuj do t'i bim tani këtë momente që na posa më uçurat Meksikën? Jo, nuk Do t'i biun, jo ti, ç'keti unë. Merret madh me këto Dim dërën. asnjëri, dëgjoj. Ne kemi gjithmonë, nuk është se kemi kërkuar shumë suport te pjesa e ministrisë. Po e kam për detyrë ne. valla. Deri më sot suportin e vetëm është vetëm nga federata, që nuk e ka për detyrë të na suportojë. Federata s'ka për detyrë. Se ka për detyrë, sepse kjo është një shoqat, Soccer Albania është një shoqat. Okej. Dhe kjo si shoqat është e jashtme, nuk është Funksionon ka se ne- pavarur, po. Po. Dhe ky lloj sporti nga UEFA dhe FIFA nuk njihet. Kështu që federata s'ka pse të suportojë. Qartë. Ka suportu, sepse normalisht djemt marrin pjesë gjithë në për kompeticionet që organizon Federata Shqiptare e Futbollit, po Kur? nuk e ka për detyrë me bë këtë gjë. E ka Ministria e Sporteve? Si e patjetër? Ku jeni? Çfarë po bëni? I të 11-të në botë. Të 11-të në Europë, të 16-të në botë. Po më mirë se kaq nuk ka u shkoj. Po ku jeni pa çfarë po bëni? Kjo është pyetja. Nëse ti presim. E mirë, dakor ti pres. Emisionin tjetër. Post të kanë ndihmuar, pastaj do më thosh prapë se Ja, do t'i do. bim. Deklarata tjetër. Fjala që nuk dua të dëgjoj pas eventit është Futboll. do pa kushim. Dita shkruaj. Dunja e javë që mos ketë ke lidhje, fare. Fare Ka asgjë gjë. do të tipikën shqiptaren që ku bleni makinën gjë ta kisha gjetur më lirë më zemër pas më the mua. Flas me një kompani skelash Okej. për të ndërtuar stadiumin. Dhe i them, "Ok, në rregull. Kjo është projekti për të bë, nxirr një çmim, ta shohim." Më thonin sa që mos marrim një kompani të jashtme, sepse nga jashtë ishte kompania e gati që më kishte pru ofertën. Po. 50.000 euro, po themi. E flas me një kompani në Shqipëri, i them do të organizoj këtë stadiumin kështu, ok, në rregull. Tani do ta bëjmë ne. Ok, hajde. Më vjen ajo preventivi, shofun 7.000 euro. Do të thonë nga 50.000 që më bënte kjo kompania e jashtme, 7.000 këto. Luks e di. Thash zot, shqyr më hajde më tash do. Boj dy di. Boj të tre. A thash hajde shqyr, pas kemi hec goxha. Edhe i them zot nis fjalë, them të lutem, hajde takohemi që flasim. 7.000 euro, hajde bëj paguajmë. Ti jap dorë na. Jo, po presim të shito sponsorat gjonë dhe të bëjmë pagesën direkte. Okej, në rregull, i them vlla, si e ke nxjerr këtë 7.000 euroshin? Si doli llogaria, si e menove kët? Tha po mordha. Për 1.500 veta thash, po më duhet 3.500. Po mendo rritet i çik, tha s'ka problem tha. I them bashkë sigurt kjo gjëja? Tha, thani gjë, tha se do të pyet, do xhamë të pyet ta për këtë gjë tha. To tha mos do çojnë gërthasin, e çojnë kom gjë ta. Se bie ajo tha, si më bie. Si më bika? Po bie tha. Si më bie? Ja thonë kam botha vetëm me qenë ultha me drasa me kështu. Aha. Edhe përfundimi. Ka po për kinema, për kështu për teatr. Përfundimi ishte që nuk kemi kapacitet për të ndërtuar një stadium, nuk i kemi mundësitë. Domethënë, kompanitë e skelave që ne kemi janë kompani serioze për pjesën e ndërtimit, po themi të pallateve apo ku dëgjon. Domethënë nuk janë fiks për këtë. Jo, për këtë lloj, është një lloj më avancuar, po. Duhet të jetë precize vetëm për këtë gjë. Për shembull, doli një kompani tjetër shqiptare që më tha, vlla, kjo të shkon kaq lek, ama gjithë këto gjërat unë do t'i blej. Po. Dhe ti do ta kesh për 3 vite të stadiumit. Kjo ishte më korrekte. Sepse tubat e skelës nuk kanë ato të hollët. Për stadium janë diçka. Është diçka më avancuar, po. Janë ndryshe, kupton, kështu që Nëse do t'i kërkoja falje dikujt, do të ishte. falje? Falje. Falje sepse besoj që e marr shumë organizimin. Dhe si Ka njëri vështirë si karta, mua pjesa që ulë red Jo, njëri ka që vështirë si karta akoma. Njëri që ka miq, ka familje, pra ndoshta ke harxuar shumë kohë këtu. Këtë do të Jo, them. falje do t'i kërkojsha besoj familjes time, Merr shumë kohë nga familja. sepse nuk po merrem shumë me familjen, nuk po merrem shumë me biznesin tim që kam personal, biznesin familjar. Nuk po kemi kohë, do t'i kërkoj edhe falje edhe për pjesën e stresit që i kam fut. Se normalisht janë goxha kam shpenzuar goxha për këtë Europian. Dhe jam gjithë kohës në menin sa vjen e herë që më thonë, ore, na le rahat se do t'i bësh gjitha, kupto? Pa. Vetëm na le rahat mos e shohin ngarkuar, normalisht ato vet nuk duan të shohin deri në pikë. Nëse ka njëri që do t'i kërkoj falje, vetëm ato janë. Shikoj, u habite fillim, po ja që pas ka vend për një falje. Se kisha menuar. Nëse publiku mban mend vetëm një gjë në ky event, dua që të jetë Nëse publiku mban mend vetëm vetëm një gjë në ky event. Pra çfarë do duhet të ngjelten mendjet të gjithëve? Organizimi i mirë. Organizimi, mikpritja,
të tregojmë vlerat tona. Domethënë mikpritja do ishte ose më saktë mikpritja, jo organizimi, se për organizimi s'po na bin mend. Kur drita të fiken, do të jemi qetë vetëm nëse Çdo gjë ka shkuar mirë. perfekt. Është perfekt përgjigje, është i madh. Shiko, një fjali e mbyll gjithën. Dhe me që ti ke merakun do shkoj mirë të mbaroj, ne themi që na shkoj mirë kjo intervista me Urgenin apo jo. Shkoj perl. Po knoqem, me thënë drejtën, nuk knoqem shumë, po tash me këto pyetje që më bën, keni futi çik menime. Me këtë vari çaj kishte kjo? Vari. Gjithmonë i fut gjithë mendime kjo. Jo që është nga tru për çik. Këto pyetjet më kanë sinqerisht më kanë fut menime, sepse janë ca gjona që ja, këtë pjesën e më fali herë sa dal për këtu do t'i morën telefonat të shtëpisë. E pe pak ndryshe këtë. Tani Urgen përsëri do kthesh prapë me mendjen tek organizimi, tu urojmë shumë suksese, shpresojmë që dhe ata që na ndjekën pasi sigurisht ke nevojën e Ministrisë Sporteve gjitha, por edhe të sponsorëve padyshim. Çdo kush që ndjehet i gatshëm të ofrohet patjetër. Televizionet janë ledwalli është, do ketë ledwall të madh, screen që do ketë reklamim, do ketë ledwall perimetral për pjesën e fushës, do ketë banner komplet stadiumi, kështu që për sponsorat marketimi sa dush, kështu që s'është problem. Faleminderit Urgen dhe sukses. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe për Takohemi te fusha tani. Edhe një herë takohemi në 20 deri në 25 maj, a? 24. Deri në 24. 25 është after party. Ta 5 ditë, morëm ta 5 ditë. 25 që është ai mohabeti që kemi bashkë. After party. Faleminderit Urgen edhe një herë. Faleminderit. Dhe tani për të folur pak për një nga kampionatet më të forta në botë, Mantho, kampionati shqiptar. Ironike kjo. Jo, nuk është ironik. Po me thënë të drejtën kur u futa pak te renditja kampionateve, këto që janë jashtë top 5, kampionati polak, kampionati rumun për t'i parë ku janë ekipet. Vura re që kampionati shqiptar si rrallë kampionate ka 4 ekipe që janë akoma në garë për titullin kampion. Dhe thash, okay, gjë e veçantë. Është dhe formula, janë dhe cilësitë aty. Plus si me thënë të drejtën ne jemi të dy që ndjekim kampionatin shqiptar rregullisht, edhe për çfarë mos ta flasim pak ata që ndjekim. Po shiqyre, flasim që s'kemë të. Në kampionatin ton kemi 4 ekipe në garë për titullin kampion. Por ne jemi çdo javë në garë për kampion me veshjet tona Kotoni që janë kaq të bukura apo jo. Po, partida Kotoni nuk ka garë fare, është vendi i parë kampion, kështu që falenderoj në fakt për veshjet tona. Ti e vesh un çik më kështu, zyrtar. Po si gjithmonë, unë jam sportive dini. I përshtatet formatit tim. Për çdo lloj stil veshje, për çdo ekip që kemi tek Final Four. Ha, një pikë të fortë, një pikë të dobët, si e ke parë ti kampionati dhe mënyrën se e kam parë. Një pikë të fortë, një pikë dobët çdo ekipi. 39 Vllaznia, 39 Egnatia, 38 Elbasani dhe 33 Dinamo. Okej, ta fillojmë me Vllaznin me që në renditje i bie ti dhe para. Pra pika fortë, pika dobët. Pika e fortë e Vllaznia. Për mua kontingjenti i gjithë. Pra duke filluar nga e parë mbrojtjes sulmit me sfusha. Edhe un kam me që jam dakord me ty, kam lënë grupin lojtarëve. Ja, edhe trajneri bashkë. Edhe trajneri patjetër. Sa i ka dhënë atë. Kanë domethënë po ta shohësh Portën me atë Gjermanin Polsin shumë lart. Mbrojtja me Gjinin super sezon Gjini. Për mua dyshja Kastrati Kallaku duhet të jetë një nga më të mirat kampionatit shqiptar. Pa harruar Bala që është topiar, sulmuesi më i mirë aktualisht. Dhe kanë marrë edhe Dodën prap tani në formalizim. Që domethënë i kanë alternativa të kudo. Kanë pafund, domethënë duket që kanë një skuadër shumë të mirë dhe vetë Edi Martini është trajner i mirë. Pika e fortë pra po lëm grupin e lojtarëve që kanë organik. Pika e dobët? Për mua janë ndeshjet jashtë fushës të Vllaznia, pika e dobët. Më pëlqen si detaj. Unë kam vendosur pikë dobët për Vllaznin presionin. Ti ke nga ambienti? Nga presioni që ushtron vetë tifozët Shkodran për Vllaznin. Unë u bëra pak më konkret dhe kur pash që Vllaznia ka 10 ndeshje jashtë fushës dhe ka 11 pikë. Pra për një ekip kampion nuk është kjo e teoria që duhet. Te Egnatia. Për mua pikë e fortë e Egnatia. Ha zgjidh. Pikë e fortë e Egnatia patjetër që është menaxhimi i mirë që ka ekipi. Dhe kur them menaxhimi i mirë, ja, menaxhimi i mirë ka fjalën te Egnatia bën edhe merkato të mirë në dalje. Pra, lojtarët që ka larguar largon me shifra të larta. Po. Por i zvendëson me lojtarë të tjerë që janë po aq mirë. Për shembull, këtë vit Albanese ishte zbulimi i mirë te Egnatia. Okej. Pra zvendëson mënyrën e duhur. Këtë mendoj për Egnatian. Tani, pika e fortë. Unë pika e fortë mendoj që këtë vit për Egnatian është thjesht Tetova dhe Aleksi. Vetëm dy ile? Tetova dhe Aleksi, sepse Tetova është trajner që ka treguar fiton gjithçka dhe Aleksi që është për mua lojtari më i mirë. Nuk më thua që Albanese nuk ka qenë për shembull pikë e fortë. Dakor, po pikat e forta janë Tetova dhe Aleksi. Nuk ka qenë pikë e fortë këtë vit. Destinat llogarita tikurun. Po llogarita tikurun po thonë jo. Tani aktualisht pika e dobët se i Igor Sinani. Ha, jetë pika dobët. Pika e dobët për mua janë largimet e individëve që ka bërë Egnatia. Pra, Oshi Lushin fillim sezoni, Oshi Zenullajn, Oshi Ujkën, tani Oshi prap ndrecën, bëhet llaf që do iki Sinani, bëhet llaf që do largohet Xhemali. Pra, janë këto pikat e dobta është fakti largimi dhe prishja e skuadrës dhe këtë gjë Tetova po e thot për herë dytë. E tha fillimisht kur largua Lushkja me shok me Zenullajn dhe me Ujkën që nuk duhet të largohet. Ai është dukshëm i pakënaqur me largimet. Oferta te individi vlen.
ofertat e klubi është e mirë financiarisht, atëherë ky lojtar do shojë dhe anën e vet financiare. Po tisha Kledi Zenela, drejtori sportiv, ato që ka bërë ato do bëra dhe unë identik. Patjetër pra. Por thjesht halli është që kjo ndikon në fushë asaj. Dhe Tetovën kjo gjë e mërzit. Shikoj, Ignatia ka bërë diçka që ka larguar lojtar të mirë, por i ka zëvendësuar me lojtar po aq të mirë. Por Ignatia fundja mund të ketë vënë dhe fundi një cikli. Doli 2 herë kampion radhas në Shqipëri. Nuk mendoj. Mori kup, superkup. Jo, kur them fund cikli, në kuptoj që nuk i plas, e thon kështu, nëse nuk e merr kampionatin këtë vit. Ti thua mund ta fal pra, një vit pa marrë. Pra hyn Final Four, hyn në Europë, por nuk i plas fort nëse nuk merr kampionatin. Pra ne ka bërë këto shitje ndoshta tani bam, pasi nuk intereson shumë ndoshta me kampionatin. Nuk e mendoj që kanë objektive edhe këtë vit për lojë që po tregojnë. Për lojë që po tregojnë. Me që jemi te Final Four, pika dobët e Ignatia janë kundërshtarë direkt te Final Four. Por çfarë them këtë se ndryshe nga vitet tjera që Ignatia dominonte me rivalët direkt, këtë vit ka fituar vetëm me Dinamon. Pra ka vetëm një fitore, me gjithë rivalët kanë kaluar 3 faza. Ka qenë më dobtin e grupit. Nuk më duket mirë për një ekip që pretendon të jetë kampion me rivalët direkt. Që Final Four do e ketë shumë vështirë praktikisht. Tani, po të quaj edhe Superkupën që humbi po me Dinamon, që bie edhe një humbje tjetër me Dinamon, pra është një ekip i cili me rivali direkt nuk po fiton. Nuk e di apo e ruan energjitë për fund, por deri tani më duket sikur pikë dobët e Ignatia është pikërisht kjo. Po, dakord jam me të qendron. Që mund vjedhë nga pak largimet e tjera. Tani është radha e Elbasanit që Elbasani bukur, pika e dobët apo e fortë? Ku do nisësh? E fortë, fillojmë të fortë. Un kam thënë pikë e fortë për Elbasanin është qëndrueshmëria. Dhe e kam në 2 aspekte. Për një ekip i cili ka gati organikën e një që kishte vitin e kaluar, me pak ndryshime. Që është merita e drejtorit sportiv Elton Guranjaku, që edhe në janar nuk po ndryshon shumë, pra tregon që e ka të boshën lojtarëve idenë e vet, trajnerin e ka shumë të mirë, dhe diçka tjetër që ka vënë re, është i vetmi ekip nga Top Kaçja, i cili nuk ka kaluar 2 javë pa marr pikë. Okej, që nuk ka duam radhës. Vetëm fillim javën e 56 humbet me Vorën dhe humbet javën tjetër me Dinamo, më duket. Dhe që nga ajo javë, pra është vetëm javë që kalon 2 javë pa marr pikë te Elbasani. Për mua pika forte e Elbasanit këtë sezon janë 2. Bashk Diallo dhe Cagve. Po, sepse Diallo është i frikshëm në kampionat. Për mua to 2 nga 7 gola në 6 ndeshje, për mua Diallo është lojtari më i mirë i sezonit. Unë e vulos tani në top yard bën çfarë duan këta, Diallo është lojtari më i mirë që ka kampionatin shqiptar aktualisht që flasim. I vetëm nxorri fitoren 2-0 me Dinamon pardje, kështu që për mua Diallo është pika më e fortë bashkë me Caguen që kombinojnë bashkë të dy në sulm shumë mirë. Palëm pas rezultate të tjera, por sigurisht ato 2 për Do habitesh për pikën e dobët që kam gjetur. Nuk habitem se s'kam gjetur fare. Nuk e gjetur. Unë kam gjetur një pikë dobët. E lëshon avantazhin. Është detajist. Kur i ka parë ndeshjet, ndër ekipet që janë Top Kaçë, Elbasani ka lëshuar avantazhin 5 herë, më shumë nga çdo ekip tjetër. S'ma do presionin logjikisht. Që do të ndikojë shumë në Final Four kjo. Quhet sigurisht. Ja gjetëm një pikë dobët. Do të ndikojë shumë Final Four kjo nëse se ma do presionin e vërtet. Shiko, për mua ndër 4 ekipet, më thënë drejtën, Elbasani është më afër titullit. Për këtë që thash. Elbasani janë për vllaznin më afër titullit. Për ecorinë që ka, për faktin që pra çdo javë edhe në mënyrë pa lojë i gjen pikët, se është e rëndësishme shumë. Të fitosh kampionatin, domethënë edhe pa lojë të bukur, ti prapi merr pikë se ato vlen fund. Pra vllaznin. Këtë javë Partizani luajti shumë mirë, por nuk mori dot pikët. Dhe në fund fare llogaritën pikët. Kjo është ideja. Dhe te Dinamo, pika e fortë Ilir Daja. Dhe një kampionatin aq mirë sa që mendoj edhe kur të ketë një moment mini krize siç e ka tani, do gjej mënyrën dalë sa më shpejt. E mendova, por pastaj e hoqa. E di pse, sepse edhe fjalët e Senos ishin interesante, që Daja tha ka rrezu besën nga kategoria, tha. Ka qenë edhe kohë tjetër, Ka shku. Edhe kur mori futbolli, bëri dot gjë. Dakor. Por, okay, pikë e fortë është, un kam vendosur më shumë pikë të fortë sulmin e Dinamos. Domethënë, dakord, e përmendëm që u largua Zabergja, Tondo Mandela e tjerë, po ka emra Devi Bregu, patjetër. Guindo, Lorenzo Villa. Pra, po ta shohësh repartin e sulmit në emra, mua më duket më i miri i superiores. Je dakord me mua? Kush e konkuron? Edhe Vllaznia Bekim Bala e ka edhe të Kastrati. Bala është një lojtar i cili i dërgon topin zonë dhe ai e bën punën vet. Pra kjo është ideja e një lojtari i cili mos ta hapi të muhabet, se Bala e më shumë gola në penalti ka penalti, por ka dhe gola të cilët gola në penalti ka Bala ka penalti shqiptar tani, do jemi realist. Nuk kërse Bala e bën diferencën e madhe në fushore. E bën për faktin se është lider. Është lider. Nuk e mendon që është lider. Ka 3 vite. Un Bala më shumë e shoh këtu zon vetëm albitrin. Ka 3 vite i cili del golashnues kampionatin tonë. Dhe nëse nuk del lojtar më i mirë nga ai, të bëjmë më shumë gola nga ai, do them që ky është më i miri. Gjithsesi, unë jam për sulmin më të mirë ka Dinamo superiore. Pikë dobët? Mbrojtja për mua direkt. Mbrojtja, pikë dobët e Dinamo, po ashtu kam lënë kundërshtar direkt.
Janë dhe Ignati dhe Dinamo këtë vit vuajnë, madje Dinamo e ka akoma më keq me shifra. Ka fituar vetëm me Vllaznin dhe ka më shumë humbje me rivalit direkt. Dakor, Duke nisur edhe nga java fundit me Elbasani dhe unë jam të mbrojtja dhe këtu jap drejt Irdalës shumë, sepse ka një mbrojtje shumë. Jam dakord me ty te pika e dobët, por trajneri Daja ka qenë fillimin e kampionatit që kërkon mbrojtjen. Pra kërkon mbrojtjen se nuk i ofrohet. Dhe kjo është me keqja. Ti ke trajner të pakënaqur me organikën e vet mbrojtjes. Kjo është me keqja, që në fillim sezonit Dinamo e ka nis pa mbrojtje të dur, dhe Daja ka kërkuar, dua mbrojtje. Dhe këtë gjë duke se Luan Pinari, drejtori sportiv i Dinamos, nuk po ja plotson. Dhe kjo po rezulton për mua pika më e dobët e Dinamos, sepse me fushën e sulmit ka goxha të mirë. Ka një trajner si Ilir Daja që në letra dit i marri maksimumin, por mbrojtja është ajo që po lë për dëshiruar. Pa i plotësuar dëshirat Dajës. Jemi herët për një parashikim për ty. Unë e thash kampion për mua Vllaznia. Për mua do diskutohet fund Vllaznia dhe Elbasani për kampion. Këtë finale parashikoj. Unë po them Vllaznin. Po them Vllaznin se i shoh çik më kështu. Edi Martini është. Por pa i lënë Mangut, mos keq kuptohet, dy ekipet e tjera të cilat janë po kampionat shumë. Jo, unë Mangu për vete. Dinamo dhe Ignati nuk i shoh për kampion. Okej. Ti tregohesh më i mëshirshëm me këto? Jo, sepse e mendoj. Kokës bam. Sepse mendoj që janë në kaçë, duke ditur formulën e Final Four-it kushdo më ta fitoj. Shoh më shumë Vllaznin, nuk e di pse. Tani mbetet për tu parë se. Ta mbyllim me këtë në parashikimet tona. Sot miku im është gjithmonë kënaqësi të diskutojmë. Mbajini mend këto dhe kujtojeni nga maj prap çfarë do ndodhi se do thoni pa të drejtat atë çunat. Kalofshi mirë, takojmë episodin tjetër. Andale!